Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se së shpejti do të tejkalohet problemi me vendosjen e tarifave doganore prej 33% nga presidenti amerikan Donald Trump. Mickoski thotë se qeveria e Maqedonisë vazhdimisht është në kontakt me administratën amerikane dhe se mund të ndodhë që edhe sot të arrihet marrëveshje për tarifat. Su naši strateški partner Sjedinjenih Amerikanskih Država smo evo postojana komunikacija i so Ministarството за економија, кое што го предводи Хауар Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со State Departmentот, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел. Една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се случајаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Më 2 prill, presidenti amerikan Trump prezantoi tarifat për të gjithë botën, gjë që pritej, por surpriza ishte shumë për shumicën e vendeve, përfshirë Maqedoninë. Sipas statistikave amerikane, Maqedonia ka suficit me SBA-n, pra më shumë eksportojmë se importojmë, gjë që në realitet nuk është kështu. Sipas entit shtetëror të statistikës së Maqedonisë në vitin 2024, eksportet ishin $118 milion, ndërsa importet $196 milion. Interpretimi i ndryshëm i numrave është për shkak të metodologjisë të aplikuar nga Washingtoni, ku në mënyrë jo reale është llogaritur se Maqedonia ka tarifa prej 65% për produktet amerikane, prandaj janë vendosur kundër tarifa prej 33%. Vetëm disa orë pas vendimit, ekonomistët rekomanduan përmbajtje dhe të pritet me përgjigje ndaj këtyre masave. Владата, добро прашање, мора веднаш да види, да речам, да направиме на cost-benefit анализа. Соединените Американски држави кажа дека оставаат простор, доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените Американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Pjesë e vendeve si Kina menjëherë u përgjigjen me kundërmasa, ndërsa disa prej vendeve të tjera si Bashkimi Evropian ende bëjnë analiza nëse duhet të përdorin bombë nukleare ekonomike dhe të vendosin shpenzime për sektorin e IT-s dhe shërbime financiare, ose të zgjedhin kundërmasa më të buta duke lënë hapësirë. Për ekonominë e Maqedonisë është shumë e rëndësishme në cilin drejtim do të zhvillohet betejë mes Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, për shkak se mbi 70% nga eksporti ynë është për Union.